Teuta Laxha është jo vetëm një mësuese e përkushtuar prej 26 vitesh në arsim, por edhe një artiste e penelit dhe ngjyrave. Piktura i ka lindur si pasion në fëmijëri, pa ndonjë trashëgimi në familjen e saj. Më shumë se çdo gjë tjetër, dashuron natyrën dhe peizazhet. Në atë kohë nuk ndoshta s'kishim edhe shumë një shkop me vizatu në pluhur. Ishte dëshirë fëminore, ndërsa në universitet ajo kaloi në pasion, profesion dhe kështu me radhë. Unë jam tek peizazhet, jam peizazhiste e stilit impresionist. Më pëlqejnë ngjyrat e ndezura, më pëlqen drita, optimizmi, shpresa. Për profesionin dhe pasionin dan të njëjtën kohë. Goxha e vështirë të ndosh nga njëra tjetra, është një pjesë e ditës kalon me mësuesi, një pjesë e ditës kalon me artin. Diku njëra jam marr tjetrës, po besoj se vijnë të balancuara në profesione. Në Galerinë e Artit Shkodër, mësuesja artiste ka çelur ekspozitën e tretë individuale me 42 punime të titulluar Shtojzovallet. Teuta sjell ndjesitë që mund të kishte një Shtojzovalla sot. Dashurinë për natyrën, të bukurën, dritën, energjinë, pozitivitetin, magjinë. Faktikisht nga ekspozita në ekspozitë duan minimalisht 2 vite, mund të duan edhe më shumë, mund të duan edhe më pak, po një mesatare. Por mendoj që ekspozita Shtojzovallet e ardhi si surprizë edhe për mua. Teuta Laxha është aktive në artin pamor duke marrë pjesë në projekte artistike në komunitet përmes pikturës dhe muraleve.